Edhe një pyetje të fundit, doktor Besim. Një pacient që nuk e din që ka apne, vuan nga apnea, por jeton me të. Ç'a ndodh mas 20 viteve me apne që është? Përveç që merri medikamente për zemre, për yndyrje, për që i përmendet disa raste. A ka jetë shkurt më... Është pikërisht kjo që the, do të thënë, janë bërë shumë studime, edhe kanë lidh apnen e gjumit me këto smundje që i treguam, pra smundjet kardiake, çrregullimet e ritmit, çrregullimet iskemike të zemrës, hipertensionin, vdekjen e parakohshme nga ana e zemrës, çrregullimet neurologjike, që përmend demencën, goditjen të rrugë, edhe çrregullime metabolike. Gjitha këto, edhe o lidh direkt, jo vetëm për shkak smundjeve që mund me ardhë vdekja parakohshme, po heq mos me pas smundje, njerëz që kanë apne të gjumit, të patrajtume, kanë mundësi me pas përveç kualitetit dopt jetës, se po flasim për njerëz që gjithkohës janë të lodhën, dhe s'kan kualitetin e njëjtë jetës. Ata nuk e shijojnë jetën që janë dikush që është i pushueshëm, s'ka dhimbje koke ose përgjumje. Përveç se ka humbje të kualitetit jetës, ka edhe, domethënë, jetë ose vdekje të parakohshme, mundet me pas vdekje të parakohshme, pra jeton më shkurt se sa ata që nuk e kanë këtë problem. Kështu që për këtë arsye, përveç tjerave, është një arsye e mjaftueshme për me trajtu këtë problematikë.